Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Vasel Koçekun, 43 vjeç dhe Claudio Lisajn, 20 vjeç, dyshuar si autor të vrasjes së 20-vjeçarit Pavlim Preka. Ngjarje ndodhur më 20 shkurt të këtij viti në zonën e Gucisë së Re. Prokurori Albert Murçaj, drejtuesi i prokurorisë së Shkodrës, kërkoi masën më të rëndë të sigurisë, duke theksuar se ekzistojnë përgjime ambientale, një pjesë e të cilave vijojnë të jenë sekret hetimor dhe që sipas tij përbëjnë bazë të për dyshimet ndaj tyre. Nga ana tjetër, avokatët të mbrojtës Arbër Raja dhe Blerim Bashdari kërkuan që ndaj Koçekut dhe Lisajt të mos vendohesej asnjë masë sigurie, duke argumentuar se mungojnë prova konkrete që i lidhin drejt për drejt me vrasjen e Pavlim Prekës. Të dy të dyshuarit kanë mohuar në mënyrë të përsëritur autorsinë e krimit, si gjatë marrjes në pyetje nga policia, ashtu edhe gjatë seancës gjyqësore për caktimin e masës së sigurisë. Ata kanë deklaruar se nuk kanë qenë në vendin e ngjarjes dhe se nuk kanë asnjë lidhje me vrasjen. Mohime të njëjta janë bërë edhe në ditët e para pas krimit, kur policia i mori në pyetje këta dy shtetas, por edhe tani, rreth 10 muaj pas ngjarjes. Sipas burimeve hetimore, vrasja dyshohet se ka si motiv një konflikt të gjatë që lidhet me dëshirën e viktimës për të fejuar me vajzën e Vasel Koçekut, e cila aktualisht është 16 vjeç. Historia sipas hetimeve nisi rreth 3 vite më parë, kur Pavlim Preka i kishte kërkuar dorën për fejes familjes Koçeku. Në atë kohë vajza ishte vetëm 13 vjeçe, ndërsa Preka 17 vjeç. Kërkesa ishte refuzuar më njëherë nga babai i saj Vasel Koçeku, duke i thënë se nuk kanë vajzë për të dhënë, sepse është shumë e vogël. Megjithatë, sipas burimeve, gjatë viteve në vijim Preka ka vijuar të shfaq interes dhe këmbgulje për vajzën, duke shprehur ndjenjat e tij dhe tek personat e tjerë. Sipas hetimeve, dyshohet se mëngjesin e 20 shkurtit, Claudio Lisaj, i njohur i viktimës dhe i familjes Koçeku, e ka nxjerr Pavlim Prekën nga banesa e tij në Guci të Re. Më pas, sipas dyshimeve të prokurorisë, Vasel Koçeku e ka çelluar me armë zjarri, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Trupi i pajeti 20 vjeçarit u gjet disa orë më vonë nga familjarët, pas ai nuk u përgjigjej thirrjeve telefonike. Pas ngjarjes, xhaxha i viktimës deklaroi publikisht se Pavlim Preka nuk kishte konflikte të njohura, duke theksuar se i rryetonte mes Shkodrës dhe Dukagjinit.